në Saban nuk shkon në fakultet. Mendon se ka bo mirë, jo ka bo haram, ka bo gjuna, se me shku në fakultet është haram, është gjuna. Andaj thot Ibn Kaimi rahimullah, thot gradat e luftës me vetveten ton janë në 4 etapa, 4 lloja, 4 forma. Thot lufta më e madhe është me vetveten ton, me shti veten ton me marr dituri. Lufta më e madhe, xhihadi më i madh. Si doni kuptomni, xhihadi më i madh i një besimtar, i një tëriu në vendin ton është mu bo studenti dhe nxënësi më i mirë në gjeneratën e tij. Kjo është xhihadi i tij më i madh. Ajo është në këtë fazë, në këtë periudhë që duhet të bëhet nxënësi më shembulltor dhe më i mirë. Nxënës shembullor i dallum dhe i veçum. Dhe 0-0 ta ketë suksesin, 5-0 ta ketë suksesin, ai në shkollë të mesme. Kjo është xhihadi.